Ju përshëndes, mirë se vini në Plus Minus 18, sot është 8 dhjetor, dita e rinis që kujton lëvizjen e famshme studentore të vitit 1990, protestat të cilat rrëzuan edhe regjimin komunist. Sot do të flasim pikërisht këtë, për përfshirjen e rinis në politikë. Si është situata sot? A intereson të rinjve sot politika? A janë ata të përfshirë? A votojnë? A i njohin partit politike dhe a u dëgjohet zëri tyre në politikë? Kam një panel shumë interesant, janë 3 studentë, është paneli i parë dhe më pas do të kemi edhe panelin e dytë. Prezantoj më njëherë Regjina Cerakun, viti i parë i Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës. Regjina, faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit ju për ftesën. Kristian Nela, viti i 4 në Fakultetin Juridik. Kristian, faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Dhe Arla Merja, viti i 4 i Fakultetit Juridik. Ju të dy jeni në një klasë? Paralel. Faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit ju. Atëherë, pyetja e parë, ju intereson si fillim politika? Merreni me politikë? Ndiqni emisione politike? Ju shqetësojnë vendimet e partive apo të qeverisë? Patjetër, çdo gjë që ndodh në vendin tonë ka rëndësi për të gjithë qytetarët, po dhe për ne si të rinj. Unë personalisht jam angazhuar në Forumin Rinor të Partisë së Lirisë, pra në lëvizjen rinore për integrim prej tashmë 4 vitesh, dhe e ndjej realisht të nevojshme që të bëj diçka për të thirrur të gjithë të rinjtë dhe të rejat, që ato të angazhohen, të marrin pjesë, të krijojnë ndoshta edhe eksperiencat e tyre të gjithë secilit, sepse politika sado që ne e shohim ndonjëherë edhe si të largët me të rinjtë, por në të vërtetë është shumë e afërt, sepse janë vendimet e politikanëve që ndikojnë drejt për së drejti në jetën tona. Të gjithëve. Na prekin të gjithëve. Po duhet më thuash fillimisht si të lindi interesi, ishte një shoqe, një shok, ishte ideja që ti e shikon politikën si një port që të ardhmen do ta kesh më të sigurt, do kesh një vend pune, do bësh një karrierë politike, apo është thjesht vokacion? Fillimisht unë jam angazhuar në forum gjatë periudhës time të gjimnazit. Dhe pa diskutim që ajo periudhë ka qenë që shkonim në bazë të shoqërisë, pra kishim ishte rastësi. E gjitha ishte një rastësi, unë u gjenda aty dhe fal afirmitetit që kryetarët e forumit dhe të vetë partisë treguan ndaj meje dhe vlerësimin dhe gjithë mundësinë që ato më dhanë, bëri që unë të vazhdoja angazhimin tim dhe aktivitetin tim politik në atë forum dhe në atë parti. Dhe unë mendoj se është një gjë shumë e mirë krijimi i këtyre eksperiencave të reja që ne na mësojnë më shumë rreth ngjarjeve të ndryshme që ndoshta nuk do t'i mësonim dot në shkollë. Dhe ndoshta do të ishte një periudhë shumë e largët. Ke një ndërgjegjësim, le të themi, më të madh Kam një ndërgjegjësim rolin që ka politika? Patjetër, sepse në atë forum unë mësova se çfarë do të thotë politikë dhe se si zhvillohet politika kundrejt të rinjve, pra sa ndikon ajo tek ne. Dhe mendimi im është që të gjithë duhet angazhohemi, në mos në parti politike. Je kënaqur ti me politikat ndaj të rinjve? As pak. As pak. Kristian, ti ke interes për politikën? Patjetër që kam, dhe në radh parë dua t'ju falenderoj për ftesën, për faktin se i jepni një rëndësi rinisë që ditët e sotme realisht duhet ta kenë rëndësinë dhe duhet të angazhohen. Unë personalisht nuk angazhohem me një parti politike, por si student dhe si ri këtij vendi patjetër që merrem me politika dhe mundohem që të kem kontributin tim në politikë. Se të jesh i vëmendshëm ndaj politikës nuk është të thënë që të kesh një përfshirje gjithmonë të drejtë për drejtë, se nuk do hyn një shoqëri e tërë në politikë, por që të t'interesoj se çfarë ndodh me politikën është tjetër gjë. Si student juridiku, ti e di se çfarë po ndodh në aspektin politik në vendin tonë apo jo? Patjetër që po, dhe mendoj një pjesë e mirë e studentëve të drejtësisë se dinë se çfarë ndodh, duke qenë se ne edhe studiojmë ligjin dhe duhet jemi të updateuar me gjitha ndodhit që ndodhin, dhe si student i drejtësisë, po njëkohësisht jam edhe përfaqësues si studentëve në Universitetin e Tiranës, më ka bërë që të njoh student ndryshëm, disa me vullnet madh për t'u angazhuar dhe për të sjellë ndryshime realisht, qoftë ndryshim të vogël, por absolutisht dhe ndryshim madh, por gjithashtu kam njohur edhe student që stepen dhe nuk e kanë atë dëshirën për kontribut. Nuk u intereson? Nuk u intereson, shohin atë terezin e vet, nuk dalin nga comfort zoni që deri diku në të vetën është e mirë, por nëse ne realisht duam që të jemi kërkues dhe të përfitojmë. Ju e keni dëshirë personale apo e keni ushqyer dhe nga familja apo grupi shoqëror? Të them të drejtën, familja ime ka një biznes dhe nuk është i kësaj fushë, por edhe ato janë kontribues në një farë forme në politikë, duke qenë se kanë krijuar shoqatën e Bukës dhe deri diku kanë të bëjnë me politikën, sado që nuk duan. Regjina?
Arkitektura ka lidhje me politikën? Në kuptim parë nuk është se kanë lidhje me politikën, pra drejt për drejt, por kjo nuk na penalizon ne që të merremi dhe të angazhohemi me politikë. Madje jemi pak më të pavarur se sa dhe studentët e tjerë që merren me drejtsinë dhe duhet ta bëjnë këtë ndarjen politika dhe pjesa e ligjeve. Ne në arkitekturë jemi pra dy drejtime të ndryshme, por megjithatë jam shumë e gatshme që të marr pjesë në politikë në të ardhmen, sigurisht, sepse momentalisht jam pak e fokusuar në aspektin akademik. Për të përfshirë politikisht? Në fakt më pëlqen shumë kjo pjesa politike. Se do doje të ishe pjesë e një partie politike? Do doje të isha si fillim pjesë e politikës në tërësi, sepse mendoj që kështu kam disa përgjegjësi më shumë si një individ i shoqërisë për të dhënë kontributin tim dhe për të sjellë një ndryshim të shoqëri. Sepse çdo njeri e ka një farë mënyrë këtë detyrim moral për të kontribuar në ndryshim pozitiv në vend. Ju bisedoni me njëri tjetrin në grupe shoqërore për politikën? Është politika temë e diskutimeve tuaja? Se për moshën që keni, duhet keni dhe fokuset të tjera, normalisht. Prandaj kisha këtë pjesën që nuk është pikërisht momenti që do merresha me politikë, sepse kemi këtë fokusin në zhvillimit akademik, pasi e kam shumë pasion arkitekturën dhe nuk do ta bëja si diçka dytësore arkitekturën. Prandaj po them, po ti informohesh, edhe thjesht informohesh, të diskutosh për fenomene të ndryshme, për vendimarrje, për një ligj të ri që është miratuar në parlament, për fitoren e një partie politike, për liderat, për shembull, keni lider të preferuar? Ty s'po të pyes se. E ke liderin e preferuar? Nuk ka lidhje me një lider të preferuar. Jo, nuk është e lidhur partia me liderin? Partia është e lidhur me liderin, por mënyra se si ne A ka demokraci në partinë Kutia? Patjetër që ka. Ka. Nuk vendos lideri për gjithçka. Jo, ne kemi një statut. Kemi hierarki dhe gjërat vendosen në radhë instruktuar shumë mirë. Unë nuk marr instruksione. Çka ke mësuar që kur ke hyrë në politikë? Diçka që nuk do ta mësoje nëse s'do kishe qenë e përfshirë. Diversitetin mes njerëzve, mendimet e ndryshme, mënyrën se si ato kundërshtojnë, qoftë edhe ndaj liderit, pra secili ka të drejtë të thotë atë që mendon dhe atë që do, pavarësisht se si shkojnë apo jo situatat. Është një eksperiencë qoftë edhe për të mësuar se si do të përballem unë nesër pas nesër në tregun e punës, sepse edhe partia një formë organizimit brendshëm si çdo administratë ka. Kështu që fuqinë e votës së një të riu, të përfshirjes së tij, të angazhimit të tij, perceptimin e ke njësoj pas përfshirjes nga periudha përpara? Çfarë kuptove në këtë drejtim? Nga periudha përpara, ndoshta do të votoja duke e parë votën time si thjesht një gjë kalimtare që okej, ndoshta do të votoj ose jo. Por angazhimi politik më ka bërë të kuptoj që çdo njeri duhet votojë. Domethënë, vota është shumë e rëndësishme sepse në një mënyrë në një tjetër është zëri i të gjithë njerëzve. Pra edhe nëse ato nuk kanë mundësi të thonë ose të organizohen për të vendosur diçka, me votë ato mund ta bëjnë. Ju keni votuar që në moshën 18 vjeç? Po. Në fakt mua nuk më kapi pjesa e moshës, sepse ishin disa ditë para se të bëshin zgjedhjet, por megjithatë nuk është se e shikoj si diçka kalimtare. Në fakt gjithmonë e kam parë pjesën e votës si shpreha e zërit tim, domethënë që ka peshë në mënyrë absolute dhe gjithmonë edhe familjarët e mi i them do të shkoni të votoni sepse mezi po pres ta bëj vetë si gjë dhe nuk duhet ta hidhni poshtë drejtën që ju jepet për të sjellë një ndryshim në vend. Në vjet të përgjithshme, janë të rinjt njësoj si ju? E mendojnë njësoj si ju? Janë të përfshirë sot? Si e shikoni rinin? E shikoni apatike? E shikoni aktive? Dhe pse duhet patjetër që rinia të jetë një pjesë integrale e gjithë motorit politik? Unë shikoj pak indiferente. Ndaj qoftë edhe temave sociale, jo domosdoshmërisht politike. Them se të rinjt. Dhe pse mendon që është indiferente? Çfarë ka ndikuar? Ndoshta me kalimin e viteve, pra ne sot përkujtojmë 8 vjetorin, siç dhe ju e përmendët, dhe ishin vetë studentët ato që sollën ndryshimin e një regjimi. Pra a ka gjë më të madhe dhe më të bukur se sa studentët të mblidhen gjithë bashkë me atë kauzën e tyre të përbashkët pa ngjyrime politike për të drejtat e tyre. Dhe po ta llogaris me rininë e sotshme, unë them se ne nuk e kemi atë fuqi. Duhet ta kishim dyfish, pa diskutim që po. Por shumica janë larguar, emigrimi, kanë hikur, punët. Kanë ndikuar vetë politika në këtë? Pa diskutim që po. Le të themi ti lërë në një farë mënyrë mute, po përdor terminologjinë tuaj. Pa diskutim që po. Sepse duke mos pasur një arsim cilësor dhe të mirë, studentët largohen.
duke mos pasur punë të mirë paguara ose një treg pune cilësor dhe të mirë dhe të drejtë për të gjithë, ato do të emigrojnë. Çiftet e reja duke mos pasur mundësinë qoftë edhe të blerjes një shtëpie që është bërë një gangren kaq e madhe, prap do të emigrojnë. Kristian, pse dhe nuk në këtë janë mënyrë përfshirë të rinjt? Unë nga... Pse janë indiferent, apatik? Unë e shikoj që të rinjt ndahen në dy skajet ndryshme. Janë ata që aktivizohen shumë dhe ata që nuk aktivizohen fare. Po ndalemi tek ata që aktivizohen. Ata që aktivizohen kanë një aktivizim real për shkak të vokacionit, për shkak se besojnë në një kaos, për shkak se kërkojnë të drejtat e tyre, apo janë një dekor i partive politike vetëm në fushata elektorale? Nuk besoj dhe nuk mund t'i quaj dot dekor. Ka shumë të rinj që kanë vullnetin për të ndryshuar vendin, për të ndryshuar një qeverisje, për të ndryshuar një model strukturimi të X institucioni apo zbatimi, një fushë zbatimi të ndryshme. Ka të rinj që aktivizohen dhe aktivizohen, mendoj, me vullnetin e mirë për ndryshuar diçka. Nuk mund ta them që a vjen kjo si pasojë e interesave të tyre personale, se duan ta shfrytëzojnë si trampolin për nesër pas nesër, si një portë që ato të ecin, por unë di të them që besoj në mendjen time që këto të rinj bëjnë diçka për mirë, me vullnetin për mirë. Por mendoj... Deri tani se ju jeni në vit të 4, apo jo, përveç Regginës që është në vit të parë, keni marrë pjesë në një protest të zhvilluar nga një parti politike? Nga parti politike jo. Arla po. Nga parti politike jo. Po në protest që ka qenë totalisht e pamotivuar politikisht dhe që ti ke besuar një kauze, ke qenë? Se këto protesta mungojnë në vendin tonë. Ka marrë pjesë, ndonë se pjesërish, pasi nuk është se ishte... Nuk është se më të cënonte, por e shifja si një gjë pa drejtë dhe duhet dilja. Nuk është se, thash, nuk isha ndonjë angazhim shumë të madh, thjesht ka marrë pjesë në një nga protestat, edhe ishin protestat e Fakultetit Mjekësisë, studentëve të Fakultetit Mjekësisë, që dolën në protestë dhe realisht i vlerësoj shumë për atë që ka arritën, pasi sot çështja është në Strasburg dhe është pranuar nga gjykata e Strasburgut, dhe mendoj arritën diçka, dhe kjo vërteton që dhe ato studentë që janë pasiv, në momenti që të cënohet diçka, ndizen. Pse janë pasiv? Pse vjen ky pasivitet tek të rinjt sot? Cilat janë arsyet? Ndonjëherë, disa herë janë të zhgënjur nga kontributi që mund të kenë dhënë, ose nga ato që kanë nga besuar dhe kanë dalë ndryshe nga ato çfarë kanë besuar, po ndonjëherë edhe stepen nga faktorët e shoqërisë, familjes, ose thjesht nuk duan të përfshihen për mos pasur një problem nesër pas nesër. Shikojnë si problem, sikur politika do jetë një njollë në jetën e tyre, ndërkohë që nuk mund ta shikojnë shumë mirë si diçka që realisht mund t'i bëjë tecin, edhe diçka që mund t'i bëjë suksesshëm. Tani, ju besimin aktualisht e keni tek partitë tradicionale, pra partitë e vjetra që janë që në 90-ën, Partia Demokratike, Partia Socialiste, apo besoni më shumë tek partitë e reja, të cilët kanë dhe lider të rinj, dhe a i njihni pikëpari se për moshën që keni mund të ndodhë që edhe nuk i njihni? A ka një lider të ri i cili ju ngjall besim, ju pëlqen më shumë, në qoftë se nuk i njihni, po ju a kujtoj? Arlind Qorri, Adriatik Lapaj, një parti e re është edhe Mundësia nga Agron Shehaj. I njihni këto të tre? I njohim, po do thoja që nuk besoj që këto partitë e reja do të... A ju duken të reja njerë si parti? Jo, pak. Si të duken të jarë? Për mendimin tim, ato janë thjesht grupime të reja individësh me në krye njerëz me një background mjaft të gjatë në politikë, të vjetër. Parti të vjetra me... Parti të reja me lider të vjetër. Unë nuk mund të quaj parti të re kur lideri ka një angazhim politik, ose pra prej kohësh. Po me gjitha të... Për shembull, do të votoje ti jo, se ke bindjet e tua, po... Nuk do të votoja, po t'ishte një alternativë mirë, ndoshta dhe do e mendoja, për sa kohë s'ka, nuk mund të mendoj. Po do thoje diçka, do më thënë... Pse zgjodhe LRI-n? Unë e zgjodha LRI-n sepse është një nga forumet që të gjithë e din, ka qenë forumi gjithmonë më mikpritësi të rinjve, më promovuesi i tyre, me mundësi më të mëdha për të rinj. Po festa në Jalë bënin, nuk është se... Po, nuk ka lidhje festa në Jalë, sa atë na e kopjuan dhe të tjerë më vonë. Ideja është që të rinj të mblidhen, organizojnë takime nga më të ndryshmet, ne s'kemi organizuar vetëm Jalën. Okej, ka qenë një pjesë e shumë gjërave që bënim. Unë personalisht kam ndjekur studentët e mjekësisë.
ato ishin me të vërtet... Nëse do të vinte sot një ftesë nga Partia Socialiste, do shkoje? Pa diskutim që jo. Nga Partia Demokratike? As pak. Jam shumë rehat këtu ku jam. Rehat apo i beson asaj force politike? I besoj programit që ne kemi. Sepse unë mendoj se, për shembull, oferta nga Partia Socialiste as nuk duhet lodhë të vi, se ato tashmë kanë kohë që vetëm premtojnë dhe nuk na japin asgjë, nuk kanë ofertë, nuk kanë çfarë ofrojnë më. Ato thjesht po përpiqen të rregullojnë tunelet e njëri tjetrit, por nuk është se do t'japin diçka të re. Jo, e rëndësishme është që ti e beson aty ku je, nuk je rastësisht, jo, nuk jam për një interes rastësisht, dhe unë e besoj atë gjën dhe unë mendoj se angazhimi im personal do të jetë një forcë shumë e madhe për të ardhmen. Unë mendoj se nëse ne bëhemi bashkë pavarësisht gjithçkaje, pra nëse të rinjt bëhen bashkë për kauza që i bashkojnë, pavarësisht bindjeve politike, unë mendoj se ne mund të krijojmë gjëra të reja dhe të bukura. Kristian, ti do t'i besoje një partie të re, një lideri që ka një frymë tjetër, që është një brezi tjetër, që nuk është edhe në një farë mënyrë i përfshirë me akuza për mos t'i përmendur, por që... Do më pëlqente t'i besoja, por dhe nga ajo çfarë kam kaluar vetë, sado që fushata studentore nuk është se ka shumë lidhje me fushatën e qeverisë, por unë mendoj që nuk e bën lideri. Përveç liderit është ekipi që e mban gjallë gjithçka. Unë personalisht në çdo punë që kam bërë dhe fitoren time nuk e kam prej meritave të mia, po e kam prej grupit tim. Pasi një grup aq i madh studentësh, një organizim aq i madh studentësh që bëhen bashkë dhe bëhen bashkë për gjën e mirë që të sjellin një ndryshim, të sjellin diçka ndryshe, dhe mendoj që nuk është lideri. Por edhe mundet që një ditë i besoj, momentalisht nuk i besoj, mundet në momentin që të shoh diçka konkrete, pasi tani nuk kam parë ndonjë gjë konkrete deri tani. E ke në plan të merresh në politikë në të ardhmen? Do të thënë edhe nëse do të vinte një mundësi, do ta bëje? Mundësi më ka ardhur momentalisht, por e kam refuzuar, pasi ëndra ime është që të bëhem prokuror dhe nuk dua që të angazhohem politikisht, por asnjëherë nuk i dihet se çfarë mund dalë rrugës. Në qartë. Regjina? Përse për tek këtyre partive të reja, besoj që edhe do t'i besoja, për faktin se si do të jepi ndryshe mundësia të rinjve për të kandiduar dhe për të shprehur potencialin e tyre. Se këto partitë e vjetra që tashmë janë pushtet, janë të njëjtat figura që ne i shikojmë ndër vite. Dhe ne kërkojmë pra që të nxjerrim në pa të rinj, të nxjerrim në pa potencialin e tyre. Dhe duhet më shumë mundësi dhe hapësira ku këto të rinj të kandidojnë, që besoj që këto partitë e reja janë me të vërtet mundësi për, do të thënë janë fiks ato që japin mundësi të rinjve. Ju falenderoj shumë që ishit sot me mua këtu. Ne kemi pyetur në fakt edhe bashkëmoshatarët tuaj, pikëpari nëse e dinë se çfarë është 8 vjetori dhe nëse kanë interes për politikën. Ndjekim materialin dhe kthehemi më njëherë më pas me panelin e dytë. Qëndroni me ne. 32 vite më parë, në 8 dhjetor të vitit 1990, një grup studentësh e pedagogësh të universiteteve të Tiranës u bën nismëtare protagonist të kthesës së madhe historike, protestave paqësore që sollën rënien e sistemit komunist shqiptar dhe lindjen e demokracisë. Të organizuar, ata marshuan nga qyteti studentit drejt qendrës së Tiranës me shprehjen "E duam Shqipërinë si gjithë Europa". Të rinjt kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore, si dhe shtetit të së drejtës, integrimin e Europë dhe garantimin e pluralizmit politik si bazë kryesore për një shoqëri të lirë demokratike. Lëvizja studentore e vitit 1990 është e vetmja lëvizje paqësore që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Po sot, të rinjt çfarë dinë për 8 dhjetorin? Sa të gatshëm janë ata që të jenë vendimarrës dhe një ditë vetë ata të jenë në drejtimin e shtetit? E dini se çfarë është 8 dhjetori? Dita e rinisë. A e ndiqni politikën? Jo, nuk e ndjek fare. E din se kush e qeveris vendin? Po, Edi Rama. 8 dhjetori fest. Festa? Nuk e di. E punës më duket. A e rinis, nuk e di. Dita e rinis. S'kam ide. 8 dhjetori, jo. 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 Çfarë është dita e rinis? Dita e rinis. Dita e rinis. Jo, se di. E dini çfarë është dita e rinis? Jo. Dita e rinis është për demokratët, domethënë që kanë bërë ato protestat. Dita e rinis. Çfarë është dita e rinis? Se di. Dita e rinis sot. Çfarë është dita e rinis? Se di? Jo.
Sipas një pyetësori të drejtuar rreth 700 individëve të moshave 14 deri në 28 vjeç, delse të rinj shqiptar janë peng e një tranzicioni të strigjatë dhe përballen me pak kënaqësi ndaj arsimimit, vlerës së diplomës, mundësive të punësimit e mosbesimit tek politika, çka i bën ata të ikin nga vendi. Autorët e studimit që përfshiu 12 shtete me mbështetjen e Fondacionit Fredrik Sherbert thonë se të rinjtë që shkollohen jashtë nuk duan të kthehen më në vendet e lindjes, ndërkaq të dhënat e tij tregojnë se këta të rinj qëndrojnë larg politikës duke sjell pasoja të tjera. Shqipëria renditet e dyta në rajon për sa i takon dëshirës së të rinjve për të emigruar, sipas autorëve të studimit, në nivel rajoni, në krye të vendeve tani më qëndron Maqedonia e Veriut, mirë po kjo nuk e shbën dëshirën në rritje të rinjve për t'u larguar. Raporti tregoi se më shumë se 1/3 të rinjve të pyetur kanë dëshirë ta lënë vendin dhe 11% e tyre mendojnë se do të ikin brenda 6 muajve të ardhshëm. Në studio jemi me panelin e dytë, unë kam shumë kënaqësi të jem sot mes miq dhe Frok Çupi është me ne sot, analist, por mendoj se të pëlqen të prezantoj si gazetar apo jo. Faleminderit, patjetër, vetëm si Gjithmonë gazetar. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi për mua. Faleminderit. Toralba Dizdari është anëtare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, por edhe një mikeshe ime. Faleminderit shumë që je këtu. Mirë se të gjitha. Dhe Klevis Bitro është aktivist apo ish aktivist politik? Vazhdoj të jem aktivist. Vazhdon të jetë thjesht. Falenderoj shumë që je me mua sot. Kënaqësi. Atëherë, Frok, besoj se ti je personi vetëm këtu që ke qenë dëshmitar i shumë epokave. Rinia sot dhe rinia e 90-s. Janë dy kohë, padyshim janë dy lloje, janë dy gjëra. Mund të them se s'kan pikë bashkimi, s'kan pikë takimi. Rinia e viteve 90 është rinia që mori përsipër për të bërë revolucion. Realisht, ishte e pagatshme, ishte e paditur në mënyrë normale. Ishte një rinie cila tentonte të rrëzonte komunizmin kur realisht vinte nga komunizmi. Dhe kultura e saj ishte e tillë sa që nuk i afrohej dot përveç se revolucionit. Ajo rini bëri revolucion. Për bëri revolucion, gjitha revolucionet e botës janë të këqij. Kjo brenda ka pavedie, po thone? Pavedia është njëra gjëra, është gjëja më naive që mund të ketë, më banale, po është pjesa tjetër pastaj që ishte ndërtuar në atë mënyrë sa që kishte të ndaluar të mendonte. Ishte në një rreth caktuar dhe tentonte të mendonte për fatet e vendit. Megjithatë, ishte e guximshme? Apo mungesa e mendimit? Kjo ishte problemi, se kishte guximin revolucionar, guximin komunist. Guximi revolucionar i rinisë atëhershme, në fakt, ne lavdërojmë, jemi mirënjohës e tjerë, por le të flasim sinqerisht. Guximi revolucionar asaj epoke ka shtrembruar gjithë periudhën e... Po si mund vinte ndryshe? Kishte mundësi të vinte ndryshe? Ndryshimi? Rënja e regjimit? Regjimi kishte rënë, nuk rrëzoi rinia. As nuk rrëzuan shqiptarët. Regjimi kishte rënë në Poloni që në vitin 89 ishte zgjedhur një president antikomunist. Në tetorin e vitit 89 ra muri i Berlinit. Ishte një pasojë, po thoni? Çekoslovaki ishte... Ajo që ndodhi këtu, po ndodhte kudo, do ndodhte edhe këtu? Ishte njësoj si pavarësia jo. Mbasi u shpall pavarësia në gjithë Ballkanin, duhej të shpallej edhe në Shqipëri. Po sot si është rinia? Rinia sot është tjetër gjë. Rinia sot nuk, me sa kuptoj unë, nuk mba mend se ka pas rini në vitin 90. Dhe rinia sot është, unë shpesher kështu dhe edhe në rrethe shoqërore, miqësore, bëj një lloj debati që ka njerëz që nuk e pranojnë dot që rinia tjetë kështu si është. Sepse na ka ndalduar, nuk merremi vesh me ta. Ska qenë historikisht kjo lufta e brezave, ne më të mirë, jo më të këqinj? Gjithjetën ka qenë, po tani është më e dukshme për arsye se
gapi është të mërësisht më i gjerë, midis të dyja palëve. Dhe në fund. Megjithatë sot, për rinin sot nuk mund të themi që s'ka vetdije, apo s'ka informacion. Pse ka apati? Se një lloj apatie ka. Për mua, kjo është një rini që brezi që e qërton është në një planet tjetër. Kjo është planeti i kësaj rinie, dhe këta se kuptojnë as pak. Kuptojnë planeti në cilin jetojnë? Po, është planeti i tyre. E tërë kjo planet është i tyre, nuk është i ty. Dhe ti zemrohesh sepse nuk është si ti. Po, i drejtojnë një brezit vjetë. A kanë raport të rinë sot me politikën? Raportet e rinisë me politikën janë parciale, aq sa mund të rinia ta pëlqej politikën. Nëse politika është shumë e vjetër, anakronike, primitive, rinia nuk ka asë një mundësi të vjetë. Rinia vjen o vinë revolucionarët e vitit 90 që do shkatrojnë gjithë shka prap, ose pjesa tjetër nuk afrohet. Dekor. Është pjesa që nuk afrohet më për të... Dekor mund të bështim në për foto, për nuk të vjen. Nuk të vjen. Fer Alban, ti tashmë ke një lloj eksperiencë, le ta themi, si e përfshirë në politikë. E para pse vendoset ty ish politikës, një vajzë e bukur, një vajzë që punon në televizion, në farë mënyrë të gjithë kishin një perceptim që ishe në rrugën e dur, por një moment more këtë vendim. Shikon, Anjola, ndërkohë ndër vite që punoja në televizion, duke u rritur dhe profesionalisht sigurisht, njëja edhe njerëz me histori të ndryshme, prindër të lodhur, të rinj që hikin, shqiptar që u sosur durimi. Ndërkohë, nga ana tjetër isha dhe antare e Partisë Demokratike dhe vendimi për të qenë pjesë e strukturave tashmë, ishte po aq ishte sa i lehtë, ishte dhe i vështirë. Unë nuk hoqa dorë nga televizioni, por ndërkohë që në televizion isha një figurë, po themi, në partinë politike doja që t'isha dhe një zë. E themi gjithmonë, po, një artikulim. Dhe nëse do që të ndryshosh sistemin, unë e them gjithmonë, nuk mund të ndryshosh sistemin vetëm duke qënja, sigurisht që kritikat ndihmojnë, por duke qenë pjesë e brendshme, ndoshta e sistemit, ndoshta është pak më e fortë mënyra kur je afër vendimarrjes, mundësia për të ndryshuar diçka. Nuk jam megalomane dhe të mendoj që vetëm një njeri vetëm mund ta ndryshojë Shqipërinë, absolutisht, po duhen shumë zëra të rinj, të ndershëm që të ndryshojë diçka. Dhe nëse themi gjithmonë që pse të rinjt largohen sepse të rinjt duan dinjitet. Edhe në vitet 90 e kanë kërkuar këtë dinjitet dhe u ngritën, po themi pavarësisht se jam dakord me zotin Çupin që u ngrit pjesa tjetër e Ballkanit dhe po ashtu ndodhi dhe në Shqipëri. Por sot të rinjt kërkojnë të njëjtën gjë, kërkojnë dinjitet, si në vitet 90. Ndërkohë nga ana tjetër, kur kërkojnë dinjitet dhe kërkojnë dhe meritokracinë. Dhe në momentin që nuk e gjejnë meritokracinë, tashmë duke qenë se janë të hapura dhe dyert e Europës, vendosin t'iken. Por nëse do të kishte zëra që bëjmë pjesë e politikës, të rinj që futet me të njëjtët ideale dhe ndryshojnë sistemin, ndryshojnë drejtësinë, pra rikthehet meritokracia, rikthehen parimet jo vetëm politike, njerëzore, morale, ato do të rrinë, sepse duan një gjë që të kapen dhe të jetojnë këtu. Edhe personalisht, po edhe jo personalisht, është interesi personal që i qonë të rinjt ti atashojnë një partije politike? Jo, personalisht, po me qënë se e the, personalisht e kisha karrierë në televizion, po ashtu e kam. Nuk është çështje karriere, nuk është çështje figure, una kam televizion atë. Është çështje dëshire për të qenë një Shqipëri ndryshe. Dhe thashë edhe më përpara, nuk kam... Shu e shohin të gjithë të rinjt sot? Jo, nuk besoj që të rinjt e shohin më shumë kështu se sa njerëz që kanë vite në politikë. E ke parasysh kur themi atë shprehjen që politika është e pisët? Po, politika është e pisët, sepse njerëzit që janë aty janë po ashtu njësoj të pisët. Por nëse, patjetër, dhe nëse do të vazhdojmë të mbajmë dhe të bëhet një rreth vicios me të njëjtit njerëz që kanë vite në politikë, që bëjnë po të njëjtat reforma në politikë dhe nuk lejnë të rinjt të jenë pjesë, prapë politika do të mbetet ashtu. Hapësirat janë të vogla, po thua. Hapësirat janë të vogla. Parti tradicionale, pak, me do ndale. Jo, hapësirat janë të vogla. Nuk ka shumë hapësira për të që një zë i një të riu të dëgjohet. Të rinjt trajtohen më tepër si spektator, se sa si pjesë ose aktor politik të vendimarrjes. Po, me faktorizues.
Kleves, ti ke eksperiencën e gjatë, ke punuar edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, por edhe si aktivist. Pas gjithë këtyre viteve, ndjen një lloj zhgënjimi? Për mënyrën si funksionon politika, partitë politike? Nuk do ta quaja zhgënjim, por do ta quaja që jo pritshmëritë nuk përmbushen gjithmonë në kapacitetet e tyre maksimale. Nga periudha në të cilën unë kam marrë spunto dhe kam vijuar pastaj me një rrjedhë logjike të mëvonshme, më kanë mbretur 3 episode. Në vitin 90, unë kam qenë 14 vjeç dhe kam qenë klasë të 8. 3 episode të shkëputura, por që u lidhen bashkë dhe vazhduan, janë këto. Në atë kohë mos harrojmë se kishin filluar lëvizjet në qytetet si Kavaja, Shkodra, Tirana pa diskutim. Para 90-s. Para 90-s, në atë vit të 90-s, shpërthyen ambasadat, kemi largimin e Ismail Kadares, pak më përpara në pjesën në mënyrë demonstrative për dhënë mesazhin që Shqipëria ishte një vend i cili duhet të ndryshonte, dhe të gjitha këto erdhën dhe rritën mesazhin, vullnetin, idealizmin, ishte një lum i madh gjërash, ndodhish, emocionesh të cilat u mbartën dhe tek ata të cilët e përqafuan më shpejt lëvizjen për ndryshim, sigurisht që mbetën dhe vazhduan rrjedhën e vet. Dhe episodi i parë ka të bëjë me heqjen e fotografisë së Enver Hoxhës nga klasa ku unë në atë kohë, në 8 vjeçare jepni mësim. Ishte një akt që në atë kohë u perceptua si një akt shumë i guximshëm, ishte një rrjedhë krejt normale. E kuptoje ti në atë moshë çfarë po ndodhte në vend? Them se po. Në momenti që në një farë mënyrë të frymëzoi që më pas të aktivizohesh në politikë? Po, mund të them se po. Ka qenë ky momenti, një moment ku jo thjesht bëhesh dëshmitar, po je edhe pjesëmarrës në ndryshimin e epokave që lënë shumë shenja, pra nuk është kaq e zakonshme të jesh dëshmitar i ndryshimit të epokave, të marrësh pjesë në revolucione të mëdha, ndryshime sisteme. Kanë sot të rinj hapësirë reale në politikë, si është ky raporti? Besoj që politika ka një borxh të rinjve. E vërteta është që të rinjt u shfrytëzua energjia, pasioni dhe gjithçka e tyre, por në një farë mënyrë ata u komportuan shumë pak me përfitimet nga politika. Përfitimet kryesisht mbetën te fusha e intelektualëve, profesorëve të tyre e kështu me radhë. Besoj që ende dhe sot politika ka një borxh të rinjve për atë ndryshim epokal, për atë guxim që treguan atëherë dhe për gjithë rrjedhën e historisë që sido që ta marrësh ishte një diçka historike, ishte një diçka e bukur. Zoti Çupi, ka borxh politika rinisë dhe pse është e rëndësishme që rinia të jetë pjesë integrale e politikës? Shiko, vërtet, edhe kështu mund ta themi, po nëse e bëjmë njërin borxhli dhe tjetrin njëri që i ke borxh, kam përshtypjen se bëjmë një ndarje, dhe ndarja është artificiale, nuk është organike, nuk është e vërtetë. Edhe është sa për se kështu e shikojmë si përfaqe. Një gjë është çfarë doja të thoja edhe dua ta them, që e rëndojmë shumë marrëdhënien 30 vjetër. E rëndojmë pa të drejtë. Sepse të rinjt nuk janë fajtorë që nuk e duan një paraardhës, po i themi 10 vjetër. Qoftë në politikë, qoftë në gjithçka, rinia ka dëshmuar, qoftë dhe rinia, këta që janë 10 vjetër sot kanë qenë dikur të rinj. Rinia ka dëshmuar se kur tek brezi i kaluar gjen vlera te veta, gjen vetveten, ai dëshiron atë periudhë, ai e ngjitet pasaj. Por mos harrojmë një gjë, që në kohën kur dëshirohej Einsteini, dëshirohej nga të rinjt. Në kohën kur dëshirohej Mozarti, dëshirohej nga të rinjt. Në kohën kur Lermontovi ishte kush ishte nga të rinjt, sepse të rinjt lexonin Lermontovin, lexonin Tolstojin, lexonin Hugoin e tjerë. Të gjithë janë me mjekra, janë të mëdhenj, po janë të rrethuar me rini dhe ky është. Nuk e di sa është i drejtë krahasimi. Më fal? Nuk e di sa është i drejtë krahasimi. Pse s'është i drejtë? Sepse fakti është që sot të rinjt largohen nga vendi. Fakti është që sot kemi lider që janë mbi 35 vite në pushtet. Fakti është që tjetër gjë mosha në pushtet, po them si vlerë. Po sepse janë hapësira që u angushtojnë të rinjve. Jo, shiko, 35 vjet në pushtet.
35 vjetë në pushtet nuk është e drejt për drejt që i ka marrë hapësirën të rinjt. Sepse të rinjt Nuk din të trokasin të rinjt sot? Nuk din të trokasin, nuk din të bëhen vetë, sepse të rinjt mund më spresin Enver Hoxhën, mund më spresin Sali Berishën, mund më spresin Edi Ramën, mund më spresin Skënder Gjinushi, po bëhen vetë. Përse u dash ka pritur që këta të hapin rrugër hapse duka rrigën tënde. Politika është... Si mund të bëhen vetë? Qa duhet bëjmë? Shiko, partitë, grupimet, idet janë pa fund. Mjaftë që të shfaqesh ide. Gjithçka zhvillohet sipas ideve. Pa ide kemi një 3 lider të rinj, parti të reja që s'po përqafohen. Po sepse, ju a thash dhe njerë, më vjen keq se ndoshta Fiera Alba do të më keq kuptoj. Po bëjë të them dhe njerë që të rinjt që turren me vrap për të hyrë në politikë, pavarësisht nga se s'kan ide, pavarësisht se s'kan alternativë, pavarësisht se këta janë të rinjt që dalin krye dhe duken që janë bosh. Jo i shikoni, këta të rinjt që dolen me partitë e reja. Agurive, do në njerës që ishin parë prej kohësh që ishin antipatik. Dhe sepse në këtë rast mungon dhe një vetë shikim. Ata fajsojnë sistemin, fajsojnë partitë tradicionale. Një vetë shikim është i tillë. Si pas tyre janë ata që i kanë zënë gjitha hapësirat, që manipulojnë proceset zgjedhore. Për shembull, po marrim nga këta që janë në krye të partive. Njëri që e ka lënë partinë për arsye se do të bëhet avokat popullit, se s'ja mbajmë në emrin. Është një sheha, një tjetër se janë. Këta duhet kishin dalë para Adriatik Lapa, Alin Qori dhe për Shabanin e ka fjalën. Duhet kishin dalë para Shabanin e ka fjalën. Duhet kishin dalë para pasqyrës. Duhet kishin dalë para pasqyrës dhe të shikonin. Ore mik, ti që jenë ke pasqyra e voton këtë që është këtu? Se ka një tharmë politikan. Por shiko, vërtet, duhet pyetur vetja. Frok, të të bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Po më thuaj. Shikon një problem real të rinisë sot? Në raport me politikën dhe si ka ndryshuar kërë raport? Nuk ka asnjë problem rinia për mendimin tim për me politikën. Rinia po ka përcen, si gjithë rinia në botë, sidomos në perëndim, po ka përcen atë lumin që duhet ta ka përcej se s'bën. Është një lum i madh që i ka ndarë epokat jo thjesht politikisht, i ka ndarë teknikisht, i ka ndarë në sensin e zhvillimeve kibernetike, i ka ndarë në zhvillimet e tjera, sot të rinjt s'kan nevojas për mësus, sepse kanë ChatGPT. Tani, e keqja është se kur e vendosim rinin, e vendosim sfond gabuar, e vendosim sfondin atëhershëm, nuk shkojnë dy kohë, nuk shkojnë asnjëherë, s'mund ta vendosësh këtë rini në sfondin e... Po edhe një rini që s'është kur e paknaqur, që nuk del kur në rrugë, që nuk proteston për një të drejtën e saj, një rini kaq apatike dhe këtu kemi një problem. Për mendimin tim nuk ka asnjë problem, sepse... Sepse ne nuk jemi vendi më i pasur, më i zhvilluar në Europë. Për mendimin tim nuk ka asnjë problem, sepse njeriu jeton, në kohën që jeton jetën, s'mund të shkosh të thuash, zgjoh nga gjumi, hajde në politikë. Po jetën e jetonin dhe në 45 vite errësirë. Atëherë jeton të jetën atëhershme, dhe nuk mund t'i thuash pse ke jetuar në errësirë, se s'kishte jetore centrale. Unë mendoj që të rinjt janë apatik, po themi këtë shprehen që e përdorim gjërësisht, sepse nuk ka besim te politika. Po pse s'ka besim tek politika? Po sepse e thamë më përpara që politika thuhet shpesh në zhargon të përditshëm edhe në kafe, që politika është e pisët dhe njerëzit që futen janë pjesë e saj. Është zhargoni? Jo, kjo është e vërtet. Sepse njerëzit që bëjnë pjesë në politikë, ata që e bëjnë pisë, duhet jenë pisë. Se ndryshe, nëse janë të pastër, nuk e si e bën pisë. Pra, njerëzve që u jepet mundësi për të ngritur lart në parti politike, në përgjithësi, nuk po themi tani që është gjithë kohë. Ka krijuar këtyrën e madhe të besimit në raportin mes. Nuk funksionon, drejtësia nuk funksionon. Ti ke që në 2018 dosjet pa hapur në drejtësi. Besoj se gjithë nga ne që jemi këtu, kemi nga një gjyqë aty, që gjyqin e bën sot, pas e gjyqi tjetër do jetë 4 muaj pas. Pas i e bën, në rastin më të mirë 4 muaj, do presësh dhe 4 muaj të tjerë. Atëherë sistemi drejtësisë ka rënë. Kush e rrëzoi? Politika. Nuk është vetëm menaxhimi. Kemi një drejtësi të re, Fiera Alba, që po funksionon. Po dhe ajo, me shumë respekt për njerëzit që janë aty, po një pjesë funksionon, pjesa tjetër është e kapur nga pjesa tjetër politike. Nuk po them që është e gjitha
e gjitha e kapur, po themi, po përdorim këtë termin, po një pjesë funksionon, një pjesë nuk funksionon. Të rinj, patjetër janë shumë të zgjuar, janë shumë të ndërgjegjshëm. Politika ndërkohë nga ana tjetër ka dhënë shembullin që këtu ecin grabitçarët, këtu ecin kush e vjedh këtë shtet. Mos harrojmë që të paktën kjo qeveri që është sot është qeveria më e korruptuar në 35 vitet e fundit, më e korruptuara. Dhe ai thotë, ai është politikan, i ka arritur si i ka arritur, atëherë këtu s'po gjem merr. Ndryshoi dhe motivacionin. Po patjetër, po i ka rënë shpresa që nuk ndryshon, sepse ata kanë bërë vjedhjet që kanë bërë dhe nuk po marrin dënimin që meritojnë. Një pjesë, se një pjesë është e futur. Po pjesa më e rëndësishme kupola, më fal vetëm ta mbaroj këtë, kupola e kësaj qeverie, një pjesë më e rëndësishme është brenda. Po pse nuk na di ka ai që i qeveris këta drejtuesi i kësaj kupole? Kjo qeveria apo e shikon edhe ndër vite, në të gjitha qeveritë? Po shiko, të gjithë qeveritë kanë pas probleme të ndryshme. Absolutisht, edhe më përpara, edhe Partia Demokratike ka pas problemet e veta dhe çdo parti, po të paktën nuk po e normalizoj dhe nuk duhet normalizuar as korrupsioni pak, as korrupsioni shumë. Por unë po jetoj në këtë epokë dhe jam këtu për ta ngritur zërin tani. Dhe këtë zë e ngrej dhe në partinë time politike, jo vetëm për qeverinë aktuale. Dhe kështu duhet funksionojë, gjithë duhet ngrejmë zërin edhe nëse i përkasim një partie politike, kur nuk shkon diçka me mendimin që ke ti dhe me parimet që ke ti, duhet thënë jo. Dhe ajo pastaj e bën vendin tënd, zërin tënd për t'u dëgjuar, po duhet jenë shumë si na. Duke dëgjuar fjalë pasionante, zotin Çupi pak më pragmatist, unë do të them që rinia, duke u ndalur dhe të 2 episodet tjera që nuk i përmenda, një ishte fiks refuzimi për të folur për figurën e Enver Hoxhës që e kishim letërsi dhe që mësuesja letërsisë më ngriti kastile duke parë aktin tim ndaj fotografisë dhe unë refuzova të flisja, dhe pastaj ishte edhe pjesëmarrja në mitingun e Partisë Demokratike, në atë kohë ka qenë Genc Pollo i deleguar, ka qenë para 31 marsit të vitit 91, në ato zgjedhje të parakohshme që u zhvilluan, dhe i gjitha kjo më çon tek pjesa që rinia sot duhet jetë më aktive, më e vendosur. Idealiste patjetër, pragmatizmin kur je i ri e lë për një fazë më të dytë, por idealiste me se s'bën, me pasion, me energji dhe me këmbgulje. Vriten idealet nga faktor ndrydhen, por nëse je këmbgulës në fund fare do të arrish një rezultat, ndoshta jo 100% me atë që ti e ke imagjinuar. Nevesti e përfshirë shumë i ri në politikë, i ri e prap, por ke qenë një moshë shumë më të re. Sfidat kryesore që ti pe atëherë dhe sot, me eksperiencën që ke, çfarë nuk funksionon në një parti politike, ose sidomos unë kam me partit tradicionale? Kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë disa probleme endemike, si që është, po themi, misia, njohja, rrethi i mbyllur, cikli i mbyllur i njerëzve, të cilit patjetër nepotizmi, të cilët ti i vë dhe pastaj kërkon nga ata që në këmbim të asaj që ti u ke bërë të kthejnë favorin, të votojnë e kështu me radhë, dhe është një cikël, një rreth vicioz i cili nuk lejon. Pra vota me vendin e punës vazhdon të jetë ende një problem sot. Patjetër. Kontributin parti për patjetër të rregulluar pas zgjedhjeve. Patjetër. Të gjitha këto pra vazhdojnë të jenë në atë kohë kanë qenë pak më të ndryshme, por janë thelluar sot dhe ideja është që vazhdojnë të jenë në segmente të rëndësishme, po të njëjtat probleme, të cilat nuk e di nëse janë thjesht të shoqërive në tranzicion apo të shoqërive të pa eksperienca në pjesën e demokracisë, po them se rezultati është ky që ne kemi sot. Frok, kulti i individit është ende shumë i fuqishëm në partitë politike. Pra sot kemi lider që në një farë mënyre partinë e konsiderojnë pronë të tyre. Dhe partitë janë pengje të kryetarëve në vijat përgjithshme, pastaj ti mund të thuash mendimin edhe kjo ndikon për të deprimuar rinin, për mos të motivuar atë, sepse unë jam partizane që rinia duhet jetë shumë pjesë e rëndësishme aktive e partive politike dhe e politikës në tërësi. Që mos ta lidhin politikën vetëm me partitë, por që unë dua të them gjëra që vërtet i mendoj. Dhe vërtet i zhvilloj në mendjen time. Autoritarizmi në parti ose kulti i individit, siç e thoni ju shumë mirë, është ai instrument
që nuk dëmton rinin, nuk ka punë me rinin. Ai ka punë me ata që ka në parti. Dhe atje në parti, po të duash e duron kultin e individit, në që se s'keja që shumë dignitet, po të duash nuk e duron dhe del jashtë. Nuk jemi në vitet e komunizmit, që kishe vetëm një parti dhe në atë parti të fusnin atje dhe të preshtonin dhe shkojnë burg. Po hapja e partisë, demokracia e brendshme, ka lidhje me këto apo jo? Më lejo të them kur mos u hap partia, sepse ka mundësi tjera që të bësh një parti tjetër dhe ajo harrohet. Nëse nuk hapet, mbetet si arra që bie nga pema dhe kalbet vetë se nuk dit hapet. Nuk hapet. Kështu që është vërtet kjo marrëdhënia midis politikës dhe unë e urrej për vete diskutimin, sa herë shkoj në studio, sa herë le lexoj, diskutimi pa fund i ligjit elektoral, i punëve elektorale. Ore, këto janë punë të partisë. Pse do t'i qosh në publik? Këto janë punë brylash dhe punë kulisash, kush të marrë më shumë vota, kush të marrë më shumë pushtet. Një nga kualitetet më të këqija të Partisë Komuniste ishte se që nga mëngjesi në mbrëmje kishe partia. E njëjta gjë ndodh sot. Sa po të hapësh televizorin, sa po të hapësh portalin, sa po të hapësh YouTube-in, partia, fushata elektorale, gjërat elektorale, ligj elektoral. Ore bëni çfarë doni ju atje, nuk duhet, unë po t'isha drejtori i një media, nuk do të jipja asnjë lajm për fushatat elektorale. Se faji drejtorit të mediave është kjo? Po, unë po them të ndërtojmë mediat që, se shiko mediat janë pesmase. Jo, duhet të them cila është arsyeja, pse ndodh kjo ende sot? Ndodh që flasim për politikë, për partit, për... Shitet, si lajm shitet, sepse njerëzit janë akoma komunistë, mos mendojmë se ka vdek skalpi komunist. Janë ende në të njëjtat, se politika këtë gjë s'ka bërë. Nuk e ka përtërirë eksperiencen, trurin, mendimin, që të shkëputësh në një moment nga partia. Partit vdesin në momentin që bëjnë zgjedhjet. Nuk duhet të ekzistojnë më, në kuptimin që s'duhet... Marrojnë zgjedhjet këtu dhe partit prapë në hundët e popullit janë, në hundët e njerëzve. Partia këtu ma bën kështu, më gërvishën makinën, më vodhën zgjedhjet, më erdhi njëni atje më shau ashtu. Që është kjo punë? Është një jeti burg, si që ishte në kohën e komunizmit. A ishte burg fizik, kjo është një burg psikologjik, kjo të merron. Të thot, partia, hajde më ndihmo mua, sepse mua dikush më ka bërë një dëm dhe unë jam i partisë dhe duhet... Shkjo histori... Po ka një raport të dyshimt media politik, se është dhe kjo një arsye? Shko, media politik... Se ky persekutimi nuk vjen vetëm nga fakti që shitet politika. Media politik është një raport, me lejoni të them në media, jam unë gazetar një jetë tërë jam, po media politik është një raport krejt të padobishëm, krejt të shtremër, krejt të shdrejt. Dhe me thënë, media promovon jo vlera, media jep zë një gjë që është një negacion i gjallë për shoqërinë. Media në fundit edhe shpik lajme, edhe i sajon, edhe lajmet e shpikur e dini se janë aq agresive sa që është dhe bomba e terroristit. Janë të rënda për shoqërinë. Kështu që janë, se nuk është, shikoj, kemi të bëjmë me dy nocione, kemi të bëjmë nocionin media dhe nocionin gazetar. Dhe si që keni vënë re, këta njerëz që bëjnë si të paditur, janë kaq i leqar, sa që i ngatrojnë të dyja nocione. Do më thënë media i thonë dhe fajsomon gazetari, ju gazetari, tjetri gazetari. Realisht, media është biznesi, dhe biznesi ka punë me politikën. Nuk shkon puna deri te zëri gazetarit. Dhe ky është problemi. Problemi i zhvillimit të emancipimit të medias është të drejtohesh gazetarit. Nuk është emancipuar gazetarit. A ka një shtypje të shoqërisë sot, jo në nivelin e para viteve 90, po ka një autocensur, ka një ndrydhje të rinisë, sepse nuk dua që të fokusohemi shumë. Po sigurisht, shoqëria është në vetë në autocensur, është ignoranca që është problemi madh, është vesi që është problemi madh, është ajo çfarë është më rëndësishme është se njerëzit nuk pyesin vetëm dhe nuk bëjnë pyetje as në publik. Një njeri që s'pyet vetën është në errësirë totale dhe aq më pak, aq më shumë pastaj që mund të pyesësh në publik, mund të ngresh zërin, si thoni ju, të ngresh zërin e tjerë, po ky zë nëse nuk dëgjohet, atëre
kjo realisht krijon censurën, krijon brushllëkun, krijon errësirën, siç po e thoni ju. Ka një parti që në opinionin tuaj e kanë konsiderat zërin e rinisë? Shkon po flisja me dy miqtë e mi duke ardhur vërtetit se më ka bërë përshtypje, jo për arsyen se ju dini që unë s'maj asnjëherë anësi. Po në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet që u përgatiten për Tiranën, këtë po ju thoja. Kaloja rrugës në mbas ditëve dhe shikoja këto zonat elektorale, zyrat elektorale të Partisë Socialiste gumzhinin nga rinia. Realisht në gjithë Tiranën. Dhe gumzhinin në një mënyrë shumë festive, në një mënyrë shumë partly, si me thënë... Festive. Festive. Dhe ishte interesant dhe unë i bëja pyetje vetes, si thash, unë nuk kam rënë në pozitat e tyre që s'bëjnë pyetje vetes. Shikon vete në pasqyrë. E bëja pyetje vetes, çfarë interesi shikojnë këta këtu? Se si flisem me Firalbën, nuk besoj se shkojnë për vokacion pra. Shkojnë për vokacion, nuk shkojnë për pushtet, nuk shkojnë për përfitim, nuk shkojnë për ka një gjë ata, domethënë një gjë pra është Partia Socialiste po thoni, ajo që e ka besoj se ka dhe një ligjësi, vlerat në demokraci qëndrojnë në majorancë. Në elitat qëndrojnë në majorancë. Është ligjësi e përgjithshme, e përjetshme. Kështu që me sa duket rinia është e dashuruar pas elitave në brendësinë e saj. Dhe e do elitën, nuk mund të vi rinia si në reparto ushtarak. Ka pasur një model, një lider, një njëri do model, do në frymëmarrje, do një ide, motivacion. Në fund, do një ekstravagancë. Për shembull, si mund të shkoj rinia me Saliun, i cili thot, pa folti që folet ti në, edhe ai thot, largoj këta servilet, edhe thot, kjo është shkruar. Njësoj si Haxhi Lleshi në vitet 1960 ka qenë. Alba nuk është fare dakord me këtë që po thoni ju. Jo, po nuk, shiko, pamja primitive nuk mund të tërheqë rinin e sotme, duhet të them. Do të thënë, do patjetër kohezion. Do të thoja që jo, nuk besoj që lideri i partisë tonë është më i vjetër se lideri që është në pushtet tani, dhe ka qenë vazhdimisht po t'i masim dhe madje ka dalë dhe në media shpesh një rill si vogël që thotë se sa vite kanë pushtet Edi Rama dhe se sa pak vite ka patur në pushtet Sali Berisha. Mirë, por me që ja pranoj të gjitha, ideja është Partia Demokratike sot, është një parti e vjetër apo një parti e re? Sa është përqindja e të rinjve, sa merren konsiderat ata, sa u dëgjohet zëri, sa demokraci ka në strukturat e brendshme, sa rol ka rinia në Partinë Demokratike? Partia Demokratike ka shumë të rinj. Problemi është që se sa zë i jepet dhe se sa pjesë të aktit i jepet një të riu në partinë politike, në Partinë Demokratike, po themi. Nuk mund të them që nuk i është dhënë, por ne duhet të mbajmë fjalën, kemi zgjedhje në pranverë, ne duhet të mbajmë fjalën që kur u bëri themelimi i Partisë Demokratike, që do të shkojnë në vend meritokracia. Dhe për mua nuk ka problem kush është i ri, kush është më i vjetër, kush ka meritokraci, kush bën punë. Unë jam për këtë, për meritokracinë. Kjo është gjëja që do ndryshoje në Partinë Unë do ndryshoja ose në një forcë meritokracinë. Se ai është i ri, se është pak më i vjetër, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të bëj punën dhe që ne kërkojmë votën gjatë gjithë kohës, apo jo? Meritokracia mbi kontributin. Po, edhe kontributi, po... Shoh që në partitë politike vlerësohet kontributit i kujt, ka 25 vite që i shërben asaj partie. Po kontributi në lidhje me meritokracinë, si shkova unë tani po hiken zyrë, po bëjmë një mbledhje mirëpafshëm dhe nuk po i bëj detyrat e shtëpisë, pra të takoj njerëz, takoj individ, kush janë problemet e kësaj zone të caktuar, hajtë të sjellim zërin, çfarë duhet ndryshojmë. Shqipëria është në kushtet më të vështira, është në krizë ekonomike. Një mesazh nga të gjithë ju për të rinjt, sepse është e rëndësishme që ata të dëgjojnë nga ju, nga eksperiencat tuaja, një mesazh që do t'i vlente, do t'i motivonte, ose demotivonte në rastin konkret. Po, mesazhi është ajo që praktikisht unë e njoh dhe ju thash, shiko, rinia është gjithçka. Dhe rinia nuk ka pse t'i marrë leje njeriu. Dhe rinia e ka planetin të saj, nuk është më yni dhe nuk është më as i këtyre të vjetërve në parti. Në gjuhën e hershme thuhet ja mejdani, ja lufta.
ata atje janë në Mejdan. Ky është planeti tyre. Problemi është se... S'kan asnjë pengesë, mund të bëjnë çfarë të duan. Absolutisht asnjë pengesë. Sot nuk ka asnjë pengesë. Jo thjesht për arsye politike, për arsye të zhvillimit të botës. Klevesi, një mesazh për të rinjt? Patjetër, rinja duhet jetë e Programet do ta guximshme. mbyll me vajzë, diet dhe me bukuroshe. Rinia duhet jetë e guximshme. Rinia duhet jetë idealiste. Rinia duhet jetë e vrutshme dhe rinia duhet të shëmbë barierat që ose i ka ngritur dikush tjetër ose ja ngre vetvetes. Nuk ka asnjë rrugë tjetër për të ecur përpara përveç se për të përballur me atë që e pengon. Është pasion, është vrull, është gjithçka. Rinin nuk e ndalon në asnjë dhe midis një lideri, po kthejmë pak te zoti Çupi që mban shënime dhe pastaj në fund prapë si do vetë, po një lideri tjetër, siç kemi Ramën që i thot, ore ti ik atje merr furçë mbej këtë, ku di unë e lyej atje se për këtë punë si e kështu. Unë them se rinia duhet të zgjedhë atë që e dëgjon, pavarësisht se në fund liderët janë ata që janë, që ne i kemi dhe vendosin vetë. Se edhe tema sot është rinia. Rinia sot nuk është e painteresuar, është e zgënjur. Dhe ne demotivuar. Po, ne kemi detyrën t'i rikthejmë besimin dhe jo t'i fajsojmë. Se si do ja rikthejmë besimin, është detyra e. Rinia është shumë mirë, pra faji është diku tjetër. Patjetër. Ju falenderoj të gjithëve, falenderoj që që na ndoqët, që ishit pjesë të programit, ne do të takohemi sërish nesër në orën 16:00, mos harroni. Thank you.